Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues së Drita Televizion. U takuam përsëri në emisionin ton të përditshëm What Happened Today, ku bashkë do jemi çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 7 shkurt dhe për ju kemi përzgjedhur disa materiale dhe me ngjarje të shënuara pikërisht në këtë datë. Ndaj ju ftoj që të ndiqni. Shtatë shkurti është dita 38 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 457. Leo i parë u bë perandor bizantin. 1807. Napoleon Bonaparte filloi luftën kundër Rusisë dhe Prusisë në Poloni. 1898. Émile Zola u nxorr në gjyq për veprën e tij J'accuse. 1914. Filmi i parë i aktorit anglez Charlie Chaplin, ku luan si dhe Trump, Kit Autores at Venice, u paraqit në Keystone Studios. 1974. Grenada u pavarësua nga Britania e Madhe. 1979. Plutoni hyri në orbitën e Neptunit, për herë të parë që nga koha që këto dy planete njihen në shkencë. 1992. U nënshkrua marrëveshja e Maastrichtit, e cila çoi në krijimin e Bashkimit Evropian. Lindje. 1478. Lindi Thomas Morus, filozof, shkrimtar dhe politikan anglez. 1812. Lindi Charles Dickens, shkrimtar anglez. 1834. Lindi Dimitri Mendeleev, kimist rus. 1901. Lindi Aden Dollard, shkrimtar holandez. 1920. Lindi Qerim Haxhiu, aktivist i shquar për çështjen kombëtare shqiptare. 1953. Lindi Hasia Boric, aktore dhe regjizore bosnjake. 1954. Lindi Dieter Bohlen, muzikant dhe producent gjerman. 1965. Lindi Chris Rock, aktor dhe komedian amerikan. 1978. Lindi Ashton Kutcher, aktor amerikan. Vdekje. 2006. Vdiq Ibrahim Kodra, piktor shqiptar. 1999. Vdiq Mbreti Hussein, mbreti i Jordanisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Norman Wisdom. Norman Wisdom, i njohur për rolin e tij të famshëm të Pitkin, i cili lindi më 4 shkurt të 1915-s dhe vdiq më 4 tetor të 2010-s. Norman Wisdom ishte komedian, këngëtar, aktor, regjisor dhe skenarist anglez. Për më tepër, ju ftojmë të ndiqni materialin e përzgjedhur. Norman Joseph Wisdom lindi më 4 shkurt 1915, vdiq më 4 tetor 2010. Ishte një aktor, komedian, muzikant dhe këngëtar anglez, më i njohur për një seri filmash komedi të prodhuara midis 1953 dhe 1966, që shfaqin një personazh të pafat në ekran, shpesh i quajtur Norman Pitkin. Ati u dha çmimi BAFTA i vitit 1953 për të sapo ardhurin më premtues në rolet kryesore të filmit pas publikimit të Trouble in Store, filmi i tij i parë në një rol kryesor. Wisdom fitoi status të famshëm në vende të largëta si Amerika e Jugut, Irani dhe shumë vende të bllokut lindor, veçanërisht në Shqipëri, ku filmat e tij ishin të vetmit me aktor perëndimor të lejuar të shfaqeshin nga diktatori Enver Hoxha. Charlie Chaplin dikur i referua Wisdom si kloni i tij i preferuar. Wisdom më vonë krijoi një karrierë në Broadway në New York City dhe si aktor televiziv, duke fituar vlerësimin e kritikëve për rolin e tij dramatik të një pacienti që po vdiste me kancer në shfaqjen televizive Going Gently në 1981. Ai bëri turne në Australi dhe Afrikën e Jugut.
Pas fatkeqësisë së Çernobilit të vitit 1986, një bujtin u emërua në nder të tij. Në vitin 1995, atij ju dha liria e qytetit të Londrës dhe e Tiranës. Në të njëjtin vit, ai u emërua Obe dhe u shpall kalorës 5 vjet më vonë. Familja jetonte në 91 Fernand Road, Maida Vale, Londër W9, ku flinin në një dhomë. Ai dhe vllai i tij u rritën në varfëri ekstreme dhe u goditën shpesh nga babai i tyre, i cili i merrte dhe i hidhte në përdhomë. Pas një periudhe në një shtëpi fëmijësh në Dale, Kent, Wisdom iku kur ishte 11 vjeç, kur u kthye për të bërë një djalë porosie në një dyqan ushqimor pasi la shkollën në moshën 13 vjeç. Pasi u dëbua nga shtëpia nga babai i tij, ai u bë i pastre dhe fjeti ashpër në Londër. Në 1929 ai eci sipas llogarisë së tij në Cardiff, Wales, ku u bë një djalë kabine në marinën tregtare. Më vonë ai punoi gjithashtu si kamarier dhe faqe në hotele ku ofroheshin dhoma dhe stre për stafin. Në 6 muajt para vdekjes së tij, Wisdom pësoi një sër goditjesh, duke shkaktuar një rënje në shëndetin e tij fizik dhe mendor. Ai vdiq më 4 tetor 2010 në shtëpinë e të moshuarve Apostov në Isle of Man, në moshën 95 vjeçare. Funerali i tij u bë më 22 tetor 2010 në Douglas, Isle of Man, dhe i gjithë ishulli ishte i ftuar. Kapela e tij prej pëlhure e markës tregtare u vendos në arkivolin e kishës. Funerali u ndoq nga një numër i madh personalitetesh të biznesit, të show biznesit, dhe me kërkesë të Wisdom, Moira Anderson këndoi Who Can I Turn To, e cila u organizua posaçërisht për këtë rast nga Gordon Cree. Në vitin 2007, një bar me temë Norman Wisdom u hap në hotelin Cellphone, Douglas, i quajtur Sir Normans. Ka fotografi nga filmat e tij të shumtë në mure dhe ekrane televizive, duke luajtur disa klipe të filmave të tij të vjetër. Statueja për bronci e Wisdom, e cila dikur ishte në një stol jashtë Douglas Town Hall, është zhvendosur në shkallët që të çojnë në barin e hotelit në shëtitoren Harris. Wisdom u shfaq në serinë e BBC Radio 4 Deserts Island Dix në gusht 2000. Nga 8 këngët që ai zgjodhi, 4 u interpretuan nga vetë Wisdom, përfshirë të preferuarën e tij Mos qesh me mua, sepse unë jam budalla, ndërsa i pesti ishte një duet në Josie Grenfell. Në vitin 2015, Wisdom of All, një shfaqje e re për një njeri bazuar në jetën e Norman Wisdom, u hap në teatrin Capitol, Horsham. Në vitin e 100 vjetorit të Wisdom, më 17 shtator, një turne në Mbretërinë e Bashkuar filloi në teatrin John Arnold të Guildford në 2016 dhe vazhdon në 2018. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku do të flitet për një pajisje e cila përthith valët e Wi-Fi-t duke i kthyer në elektricitet. Shkencëtarët kanë shpikur një pajisje e cila konverton sinjalet Wi-Fi në elektricitet për të mbajtur në punë aparatura pa patur nevojë për bateri. Antenat të njohura si Reteknas konvertojnë valët AC në voltazh që është i dobishëm për elektronikën. Një lloj i ri antene kap valët të Wi-Fi, i cili mbërthen ato dhe i konverton në energji të Wi-Fi duke përdorur gjysmëpërcjellësin. Profesori Tomas Palacios, i cili është njëri nga autorët e këtij hulumtimi shkencor, është shprehur se ne kemi gjetur një mënyrë të re për t'i përmbushur sistemet elektrike në të ardhmen, dhe kjo mënyrë është nëpërmjet shfrytëzimit të valëve të internetit, me qëllim që t'i integrojmë ato në zona të mëdha dhe ta sjellim inteligjencën tek secili objekt që na rrethon. Ekipi i hulumtuesve beson se zbulimi i ri mund të përdoret për mbushjen e shumë pajisjeve elektrike, përfshirë pajisjet mjekësore, të cilat mund të përdoren për të informuar mjekët. Bazuar në atë që thonë autorët e këtij studimi, ka mundësi që shumë shpejt t'i zhduken bateritë nga jeta jonë, shkruan Uniland. Sidoqoftë, puna në këtë drejtim është vetëm në fillimet e saj dhe shpresohet që në të ardhmen të fitojmë në këtë mënyrë një tjetër burim energjie. Tani ju ftojmë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Shqipërisë për datën 7 shkurt. Territori shqiptar
ditën e mërkur do të karakterizohet me vranësira të pjeshme, të cilat do të përshkojnë të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të shënojë vlerën 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të shënojë vlerën 15 gradë Celsius. Era pritet të fryejë nga kuadranti i jugut me drejtim jugor me shpejtësi mesatare deri në 7 metër për sekond, çka do të bëjë që të krijon dallgëzime të lehta deri në 2 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të vijojnë sipas grafikës. Shkodër 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë. Peshkopi 7 deri në 12 gradë. Tiranë 8 deri në 15 gradë. Durrës 11 deri në 14 gradë. Kavaj 12 deri në 14 gradë. Elbasan 8 deri në 14 gradë. Berat 7 deri në 14 gradë. Korçë 2 deri në 9 gradë. Vlorë 10 deri në 15 gradë. Gjirokastër 5 deri në 12 gradë. Sarandë 7 deri në 12 gradë. Tani ju ftojmë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Situata klimatike në territorin e Kosovës pritet të parashikohet nga një mot i qëndrueshëm me dje dhe me vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të rezultojë vlerën 1 gradë, ndërsa ajo maksimale do të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytetet kryesore të Kosovës do të vijojnë sipas grafikës më poshtme. Mitrovic 3 deri në 11 gradë. Podujev 3 deri në 11 gradë. Skënderaj 5 deri në 12 gradë. Pej 2 deri në 11 gradë. Prishtinë 5 deri në 12 gradë. Gjakov 6 deri në 13 gradë. Malishev 6 deri në 13 gradë. Gjilan 2 deri në 11 gradë. Ferizaj 1 deri në 13 gradë. Kaçanik 6 deri në 13 gradë. Prizren 3 deri në 14 gradë. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm, së bashku do të rishihemi nesër, po në të njëjtën orë. Ndaj ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim në Drita Televizion, si dhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, si dhe në website-in ton drita.tv.